Po, kalojmë pak edhe tek Bacajsofu ti, që falenderojmë shumë sonte që ka gjetë kohën me qenë prezant. Nëse zgaboj tek Likoshoni ti, Bacajsof mandej i ke tërheq disa plagosur. Po, se mini që ceki, atërin kod plagosën Sabit Geci, Sabit Ladruvci dhe Musi Ashari. Ata ishin plagos ma letë, kurse Sabit Geci ishte maran. Se leqi ishte i plagos për helikopteri, po edhe i rosh të pisa aty edhe keru bollam edhe u lëndu edhe ma shumë. Edhe kështu që shumë bashkëluftetarë që ishin që i përmeni me një aty, atër ja dhanë ndime në parë atyne, edhe i strehun një shpim që ishë si podrom aty pe guri, dhe i soqit bjeteri, edhe për me dëpërtu me i prunë në për Polac edhe me i qu unë ticë. Atër edhe na që ashtu dhe prunë, komandant të legjendar Adem Jashari na unesën për Polac, a erdhë në Polac, edhe ishte duke pushuar në aborën e xhamis në Polac, edhe erdhen të gjithë bashkëluftetarët aty që ishin konë në atë betej aty, po arreten edhe të plagast. Kur arreten plagast aty, tha, Goni Koci që drejtu, dohet dikush me ditë terrenin këtu se si pas informatat që na erdhën, tha janë të lisat e zonit stacionun paramilitarët serbë. Edhe tha unë do të shkoj të vëzhgoj, po të plagostit do të me gjithë dikon besnik që i mërë të plagost me shu për në ticë. Edhe ju drejtu Gonis, Gonia tha po, e kam një gjallë, Goni Kocës. Goni Kocës, po. Goni Kocës atëherë, i tha po, Adem Jashari tani tha, pro veprani, merni, shteni tha në ladë, unë ku një ladë aty, në kërë, edhe unë atërë i më shkue, tha të pushuj në qytet, dhe të zgjenë një problem, unë i më shkue të një kusheren verhoti që i ku morë kërrucën kolin, edhe i morë dhe aty, edhe Adem Jashari, bashkë me Nuradin Lustakun edhe Fadil Kodrën, Sulemu Selimin, edhe shumë bashkëluftetarë të tjerë, kanë shkuar për me këshyrë me vëzhgu venin në fshatin Polac aty, a janë as janë me këshyrë për me dollë të listat e zonit që i të imna, për me që për në ticë. Edhe aj na tha rrini qëtu, e atëherë në që ko krizma, musi nisni të plagastit ne, që s'ko krizma, tha i nisni. Po para se me shku atje, arriti Goni Geci me Gjafer Kocën, Amni Hoxhen, Rifat Mziun, arreten aty dhe Goni Geci i raportoj komandantit legjendar Adem Jashari, ishin 4 të vranë për një shtëpi, 2 ishin Beneq, ishin djemë të Sheremetit, edhe ishin një bi e Laushës që nuk ja di ka të emnin, tash do këta e grua ku emnin Ruka. Po para se më falë, se ti shta për tërpej që të pasajsu, pra ti po thu se kush i ka të rejka ata të plagusëre, se qëtu duke shpjegum që të do, dhe më thonë, na, une, do më thonë me... Kush ka i me i nëzirë ata të plagostit? Të plagostit, ata e në konë prelëft, pe prelëft që ata e në konë në mbrojtjen e ushtorve që u konë në atë pozicion që i ka qenë komandant të legjendar Adem Jashari me ushtorët e vetë, dhe më thonë ajo ko e lirë, se helikopteri vetë gjujke edhe që janorë ta e kanë gjuj helikopterin, dhe më thonë, edhe helikopteri u tërhjek për atujt. Forcat serbe në ko për atujt. Kush e ka gjujt helikopterin fa? Po komandantin legjendar Rifat Mziu dhe shumë bashkëluftetarë që unë jam në një pozicion tjetër, që jam në një tjetër pozicion e minë, jam në një tjetër që nuk e kem ditë kush e gjujti apo anej apo knej. Po pe unës tonë ka gjuj Rifat Mziu. Pe unës tonë ka e në kuna pe dëshelci që i tojmë në edhe boksi, e ka gjuj Rifat Mziu. Në tonë në anena nuk e di, se unë jam shku ma vante nga ne. Po me te kalimin që na pështum pe helikopteri hinëm një shtëpi atë, unë jam me Ardian Hutin, Samedin Hutin edhe Mursel Aliukën që në djerin është tash i pa aftë, e falenderojmë sësin Mursel atje ku është. Po e kjo edhe një rëfim interesant, ku thu, dhe më thonë që komandantit legjendar ka bisedu me Goni Gecin dhe Goni Geci ka kërku që me shku me i të rejka, që është? Po, ja, Goni Geci veç orë, sa atëre janar të plagast, i kena pruna në Polac të plagast. Po? Edhe veç Goni Geci ka orë që i ka raportue komandantit se këj kish pasto komandantit që atë shkojt, unë ti gjuj atje, komandantit kishtonë, unë nuk kisha thonë as me shku, as mos me shku, se është terë, mos përnavrohet kusht, se nuk pëdim gjendin qësh është. Pro ti, qësh dush vëpra, atëra ajo shku Goni janë, me grupën e vetësi e mini që ta,
Edhe kur kthy këtu te xhamia, Gonia i ka raportue komandantit legjendar Adem Jasharit edhe i ka treguar që ishin 4 vllaznë të vranë, 2 bineç, edhe ishte një bi e laushës aty ishe vrane. Aja ke shemrin duket Rukie. Po, Rukia ka qenë. Atëherë, komandanti legjendar ka bisedu me Gonin Kocën që si ma herët që thash, edhe mu ka drejtu muhe, edhe une ju më shkua ku morë kolin në shpe, të Enver Huti, ju morë dhe aty, kur ju morë dhe ne, komandanti veç ish pas shku të lisat e zonit, që i thëmë në aty, edhe kanë bënë shkembim të armë 2 parve, edhe për nga una e paramilitarëve shkje që i këshin zonë pritat aty, po edhe nga una e komandanti legjendar Adem Jashari me bashkëluftetarët e vetë. E vërdet, përse shpesher edhe kër e kom pos Gani Gecin e emision, e ka spigu, dhe me thonë këtë rast edhe pas ka pos drejt. Po, qërem, aty ka pos shumë bashkëluftetarë dhe të shotit Polat që kanë qenë Isen Gucati, ka qenë Alin Gucati, Ilas Kuca, ka qenë Qazim Zoni, ka qenë Gani Kaboshi, ka qenë Bastrit Zoni, Gjavit Kerulli, dhe me thonë e prezent që më konë aty, kanë qenë edhe shumë të fshatit Polat që në kanë dhonë dim që s'pëm kujtojnë edhe em në tash këtë moment. Aty, unë e kom vepru, dhe me thoi, kom morë të plagastit, lodën shumë, ka sa kokë i hotit që i thëjmë na, ka kajta skuca që i thëjmë na, edhe i kena quë për tic. Unë tic, pak pa i quë pa dollë, mi ka përcy asfaltin aty që i thëjmë na në mërin, aty në pozicione, ma herë të dollë, Rametlia, dhe me thoi, Alen Gucati, Milazim Zoni, edhe Rasim Keqina. Rasim Keqina, Rametlia që thash se kam dina për ta se unë një luftetar shumë i ashpër edhe kom 5 ditë vetëpara të ushtrisë trimtare edhe pak u emocionuva kur mëra Mandej vim tek, po, mandej ata i kanë zo pritat edhe na kanë kallzu që nuk ka kur gjo, unë i kom qita ata me loda, nej si janë dollë, e kanë ka përcy rrugën aty që s'kesh mo rrezik, e kanë dhejz lodën dhe i kanë qunë tic. Po unë në tic nuk jëm shku, unë jëm shku tani me Sulejman Selimin, Gjellahir Gecin, Musli Gecin, Recep Selimin, edhe Gani Gecin, edhe për momentin s'pëm kujtojnë edhe 2 tjerë janë. Ku i një shku? I kom quë në Gani Gecit Mlaush. Mlaush. Dhe jena veç tuja që u zdret saboja, veç janë nisim u zdin 4 sabojt, atëherë Gania, unë tha, duhet me bujt të se rrezik, thash, jo, s'kam nevoj me bujt, atëherë na këthyë na me Faruk Hutin, Ferki Kaboshin edhe Begjet Hutin. Jena këthyë na me Keruc Knena edhe jena orë, dhe me thot të shpija ta, mu në gjorja ka ndodhë qështu aty në Polat. Ma ne vim tek 5-6-7 marsi, Bashemin, apo? Po. E si ndodhe 5-6-7 marsi, Bashemin?